Sipas Ledion Liçës, vllau madh ruan të drejtën për të zgjedhur finalistët, kështu diçka ja shpjegonte Gertës. Po, patjetër që vllau madh mund të ruajë të drejtën për të zgjedhur finalistët, mirë, po atëherë pse hap lojën prej fillimit me vota. Zgjall ti kon dush me nxjerr, kon pëlqen, bën ti me që vllaut madh i pëlqej ka më shumë me zgjedh qysh e tek. As banorët nuk duhet kanë drejtën e zgjedhjes finalistit. Vetëm publiku. Për hir të publikut bëhet gjithë shkapja. Nëse ju kujtohet, Arbana ka qenë shumë korrekte. Pse thonë ka qenë më shumë korrekte? Pse edhe kur ka dalë Efi, që në vazhdoj me besu thënë se atëherë është dalë me vota Efi, dhe është pas që publiku ka qenë jashtëzakonisht i agravuar, e kanë kthy Efin. Në këtë edicion është bëhe kundërta. Publiku ka qenë shumë i agravuar kur e keni kthy Gjibanin, Jozin dhe Amberin. Po vllau madh këtë vit ka desh me bo lojën e vet. Unë një mund ta them. Gjesti është fituesi, një vend është për fituesin, nuk ka më shumë vende, edhe nuk e di pse duhet me diskutu ma gjatë e ma thellë, a është mirë kështu, a mirë me ato, a mirë me këto. Thjesht gjesti është fituesi dhe duhet mbështetur gjesti. Jo gjesti dhe gjesti. Kash, mbaroj tema.